ne i plotësojmë gjitha kushtet që të jemi shumë të shëndetshëm. Edhe tretja tjetë më e thjeshtë. Shumë me më e anë të fibrave që lehtësuar, marrim prej... Shumë herë më e lehtësuar. Plus, e plotësojmë për shembull edhe me rrënjat e ndryshme, është ajo rrepa e bardha, i panxari i kuq, rrepa e kuqe e kështu me radhë, të cilat edhe këto, nëse ne do t'i përdorim, për shembull, e para unë ju them kështu, atë rrepën e kuqe, përdoreni si një indikator. Që do të thotë, marrim indikatorin e vendosim kush na tregon kush është faza, kush është nuli. Marrim indikatorin e rrepës së kuqe, indikator në kuptimin figurativ, metaforik, po. Sepse i themi, ti njeri, për ta provuar se si e ke tretje dhe jashtëqitjen, konsumo për shembull panxarin e kemi treguar, një gotë panxar ose i panxar të zier, ose të zier pak merr 4-5 copa. Shikojmë kur do dali urina me ngjyrë të kuquremtë. Dhe ne kontrollojmë sistemi urinar, veshkat filtrojnë mirë apo jo. Brenda 4-5 orësh maksimumi jepet ngjyra në urinë. Në jashtëqitje? Në jashtëqitje, brenda 24 orëshit? Maksimumi brenda 24 orëshit. Po. Nëse ky nuk defekon me ngjyrë të kuqe mbas 24 orësh, deri në 36 quhet normale. Mbi këtë nuk është normale. Ky duhet të bëjë disa ekzaminime. Jo, ajo mund të jetë tretur për shembull, por mund të na futet zora e trashësh kështu si me xhepa, po ta shikojmë kështu, xhepa, të cilat kur mblidhen, shtrydhen dhe shtyn atë ushqimin e përpunuar përpara. Atëherë, në qoftë se do të na mbetet nëpër këto xhepat, ka shumë të ngjarë që ajo feqja e mbetur, për shembull, mund të qëndrojë aty edhe 15 ditë, edhe 1 muaj. Të përmendim që... Ndërkohë që aty vazhdojnë qimet thithëse të thithin ujin. Dhe ajo është bërë tek disa njerëz që neve ju kemi bërë një shplarje të zorës, ajo sikur ka nxjerrë copa kanelle nga 4-5 mm të trash. 3 mm të trash. Individi ka qenë me kapsllëk shumë obez, me konstipacion të vazhdueshëm, mund të them defekonte një herë në javë, ishte rreth 140 kg. Shkakton obeziteti kapsllëk? Patjetër, fryhen zorët, fryhen gjithçka, mbushen me gazra, mbushen me feqe. E kuptoj. Pra ajo mund të ketë defekuar si rast, për shembull, mund të themi ja 5-6 kg.